dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu në kanalin tim. Po e dëgjon mamin duke folur? Nuk e di, po ky fëmijë sot nuk do të flej, kështu që u përpoqa njerëz ta vija në gjumë, po qante dhe unë si ta lë të qaj, do ta lë njerë të rri sa të doj ai, se mbase i vjen gjumi ashtu. Mbase po ka një regresion gjumi dhe tani do bëj një gjumë në drek më pak, sepse është rritur. Më përpara bënte 4 gjumë neps gjatë ditës. Tani qeshi unë po flas. Mo, pse qesh? Pse qesh mami? Jam për të qeshur unë? Po? Si s'po e shikoni nga titulli, sot është data 19. Nuk e di pas sa ditësh mund të publikohet video, gjithsesi. Unë po bëj gati valizhet, sepse do shkojmë tek familja e Shtefanit në Hamburg të festojmë Krishtlindjet. Jam shumë kurioze si do jetë me një beb të vogël, sepse Kiani kur ka qef mund të rri mirë, po kur s'ka qef si sot si qesh. Mund të bërtasi tërkohës, kështu që jam shumë kurioze se si do jetë në një ambient të ri, se si do jem unë, sepse nuk do kem atë qetësinë time, do jenë njerëz, a do ta vë dot në gjumë, a do flej. Jam pak e lodhur. E ke lodhur mami sot. Mos qesh, e ke lodhur mami sot. Atëherë, kemi më duket një valizhe kështu të madhe 10 kilshe, e madhe, ose në qka, sa e kemi bler këtë, e morëm nga 90 euro për 35 euro njerës, kishim shumë pak, dhe unë po bëj gati gjërat e Kiani sot. Sot është e premte, nesër të shtu nuk kemi kohë, kurse të dielën e kemi lënë që do shkojmë në një market Krishtlindjes, që është 1 orë e gjysmë larg nga këtu. Edhe për atëri jam kurioze si do jetë me një fëmijë, se në makinë për shembull Kiani, po që se dhe gjumi është okay, po që se do filloj të qaj, nuk ka birë nëne që ta ndaloj. Po pse qesh tani? Unë nuk po them fjalë të mira për ty. Kështu që sa ditë dorim neve në Hamburg, dorim nga e hëna në të premte, që i bje 5 ditë. Që i bje sa herë do i bësh kakën dhe do t'i bësh pis robat? Sa outfite duhet marri mami? Shumë? Shumë? Po, sa shumë? Sa shumë? Gjithsesi ne dhe mund të lajmë ati gjëra nëse do na duhen. Kështu që unë po mendoja të merja mbase 10 veshje, të më thënë nga 2 për çdo ditë. Kjo çantat e kapishme. Edhe të kemi mundësi që djali ta ndroj, po do t'i marrë dhe ca veshje të bukura djali që të bëj gjyshi foto për Krishtlindje, Kia, si mendon? Do të bëj gjyshi foto për Krishtlindje? Do rish mirë ti të bëj gjyshi foto apo jo? Do rish, bravo. Ku hapet kjo mama? Këtu me badit me kratë shkurtra, badit me kratë gjata, bluzat, paliqetat, pantalonka dhe këtu janë rrobat e gjumit, kështu që po i bëj gati të gjitha dhe po ja u tregoj se çfarë do marr. Kësi s'ka shumë të lodhur aki, janë duhet të flesh. Do t'i marrë 3 kostume për të fjetur. Do t'i marrë këto me baba gjyrë, se mbase i bëjmë dhe një foto. Do t'i marrë këto që janë edhe me qorapka. Dhe janë shumë komode, janë dhe shumë të buka. Po ha more, g. Vetëm e g bëjmë. Tani po ja bëj kështu outfite. E para punës, ja, do t'i marrë njerë këto. Shkëza cute të dyja bashk. I bëjnë që të dyja. Dhe, me qënë se këtu kemi një këmish, do marrë një badi me kratë të shkurtra. Dhe roba do t'ja paketoj kështu, që t'ja mbledh me badin dhe çdo outfit është një. Pastaj do t'i marrë vetëm ekstra disa badi që nëse bëhet pis. Kështu që po i palos kështu. Përëndes të këbari. Dhe këta. Amore.
Ja, pra kjo është një outfit dhe të gjitha do t'i bëj kështu, që t'i kem sa më pak vend. Paloso këtu në këtë që i thëmë valigjet. Ky është outfiti i parë. Outfiti i dytë, vazhdojmë kjo. Do i marrim këtë palicetën këtu, edhe ky me qenë se është me krah të gjata, do t'i marrim vetëm një body me krah të shkurtra. Dakord? Je dakord me mami? Edhe njësoj do t'i paketoj, pra do t'a palos këtë. Dhe pastaj thjesht do t'i kopsit kështu në çdo body dhe e di që çdo body ka një veshje brenda. Nëse kemi një diçka me krah të shkurtë të gjata, edhe body do të zgjedh me krah të shkurtra që mos ta vesh djalin shumë trash. Se pastaj do kemi normalisht edhe xhupat kur të dalin. Kështu që kjo është veshja e dytë. Veshja e tretë po mendoja për këtë. Shiko sa të bukura janë. Ky është vet body dhe me pantallonkat. Kështu që nuk ka nevojë të marr body tjetër. Okej, dakord je. Sa e shikoj unë. Fillon dhe qesh. Duhet mami po të le që sot ta gjesh vet pjesën për të fjetur, okay? Nuk po të detyroj që të flesh sot. Kështu që gjeje vet kohën sido që të flesh. Veshja numër 3. Kjo këtu do ishte veshja tjetër. Duke qenë se kjo është me kopsa këtu, e kam bezdi se i dalin shalka djalit. Dhe besoj që do marrë edhe një palë streqa. Pra, për këto palicetka që nuk janë me zinxhir, po janë me kopsa, besoj që do nduen edhe një palë streçka. Por për sa i përket body, do marr patjetër një body me krah të shkurtra. Ja po marr këtë body këtu. Edhe do marrim mami dhe një palë streçka që ti kesh ti për poshtë. Si mendon? Edhe një palgetka të trasha kështu. Po mos mi hidh more rrobat mua ti tani, pse mi hedh? Pse mi hedh, unë s'kam kohë, mos qesh. Pse qesh? Vetëm të qeshësh diti? Vetëm të qeshësh diti? Jo, ti qesh, se të qajmë nuk duam neve, po mirë do ishte edhe të flijej qik. Se e shikoj që je shumë i lodhur. Këtu do jetë një outfit që t'i bëjmë foto djalit, sepse është kështu me papion, edhe Stefania ka shumë qef, kështu që këtu nuk do marrim body, sepse kjo bluza vet është një body. Kështu. Outfiti tjetër është kjo outfiti këtu me palicetka, edhe këtu i dalin këmbë, kështu që do marrim një palë streqe, kurse body është pjesë e kësaj. Ja, nuk do i marrim body tjetër, po streçka duhet të marrim mami, sepse ja, po i marrim këto poqelkat. Mbas edhe nuk do na duhen tërë këto njerëz, por më mirë të marrë më pak për vete, edhe më shumë për djalin, sepse ai tani ka filluar edhe belbëzon dhe lëshon shumë jargë nga goja, kështu që nuk dua që djali im të lagët dhe të rjashtu i lagur, vetëm sepse unë nuk kam marrë mjaftueshëm gjëra me vete. Kjo këtu është një palicet shumë e bukur dhe shumë e ngrohtë, edhe pa çka se këtu është me kopsa, kjo i ka kopsat aq të shpeshta sa nuk duhet, si të thuash, geta poshtë, plus që është super e trash, kështu që me geta do ngjante do ishte djali shumë nxehtë. Kështu që po i marr vetëm një body me krah të shkurtra këtu. Ja, edhe këto palicetkat. Sa veshje u bën? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Të marr akoma? Si mendon ti Kian? Marr mami akoma? Apo mjafton? Se nuk do bësh pis. Ndoshta edhe këtë t'ja marrë se është e bukur. Nuk e di fare atë bën një rokjen, ose shumë aman, për 68 është. Bluza më duket e madhe, me thënë drejtë. Pantallonkat më duken okej. Nuk e di.
Po marr këtë, se e di që kjo i bën. Po marr këtë, po marr një badi me krah të shkurtra dhe këto na duhen patjetër streqe. Na duhen streqe. Sepse ka goxha të hapur pjesën e këmbëve. Besoj mjafton. Gjithë këto outfite mjaftojnë për të kia. Do të flesh tani? Pa. Nuk po e marr sepse janë dhe të trasha. Po edhe besoj që mjaftojnë tërë këto që mora dhe mbase do shkoj të shikoj nesër ndonjë outfit të bukur fare që ta ketë për shembull për Krishtlindje, ndonjë të kuq me My First Christmas ose diçka e tillë. Mendoja një xhup që e ka të holl, që ja veshin zakonisht për të dalë, dhe po mendoja të merrja edhe këtë, që është super i ngrohtë, nëse do jetë ftohtë që të dalim. Këtë besoj do ja marr me vete, se atë tjetrën ne do jemi vetëm në aeroport, edhe nuk dua që ta vesh super trash. Okej. Valizën e Kian e bëra gati, mora me vete edhe disa gjëra për të bërë një shooting për Krishtlindje, mi solli një shoqe dhe janë pikërisht një badi. Do t'i vesh edhe geta të bardha, i kam paketuar getat e bardha diku këtu, edhe këtu lexon Krishtlindja ime parë. Ndërkohë, kam bërë gati edhe valizën time, i paketova këtu pa ja u treguar, kështu që do t'i nxjerr dhe një herë dhe do t'ja u tregoj të gjitha se çfarë mora. Jam 5 ditë, nuk di çfarë do marr. Më parë nuk e di si do jetë koha fiks, edhe pse kam parë motin, kështu që po ja u tregoj pak a shumë të gjitha. Atëherë po e nxjerr edhe një herë të gjitha. Atëherë për të veshur do vesh një kostum të bardhë. Kam marrë këto çizmat e sheshta, sepse besoj me çdo gjë i vesh, se unë kam marrë edhe fustanka edhe funde me vete patjetër. Ku do shkoj unë pa fustanka dhe pa funde? Kështu që kam marrë këto dhe kam marrë edhe këto pupat që t'i vesh edhe për natën e Krishtlindjeve, janë shumë të bukura. Kështu që ashtu dhe e mbyllëm me pjesën e këpucëve. Për t'i ikur kam një palë atlete. Atëherë një outfit kam një golf gri i thjesht dhe një fund po ashtu gri. Dhe ky është outfiti i parë për një ditë. Kam këtë kompletin me fundin besh edhe me trikon e ngrohtë po ashtu besh, më pëlqen dhe me këtë arushin, dhe duke qenë se do jemi në shtëpia e Vjerës dhe e Vjerrit, që mos bëj ndonjë fotografi, kam marrë një palë tuta që t'i vesh nga poshtë, që nuk e di ku janë tani, do dalin diku, ja ku janë kështu pas trupit, të vogla, edhe t'i jem e siguruar. Pantallona të thjeshta, të zeza, dhe një këmishë të zezë, sepse kur e vesha një herë këtu, edhe Stefani më tha që dukem shumë bukur, kështu që do t'i marrë dhe një i vesh të dukem bukur dhe atje. Kam marrë shumë gjëra, nuk më duan ka shumë gjëra. Kam marrë një këmishë të bardhë dhe kjo e thjesht, dhe këto tutat. E tutat, pantallonat e bukura, sepse mund të bëjmë një foto familjare dhe Kiani ka po ashtu një këmishë me papion, edhe pantallona kështu si bezh apo gri, nuk e di, si jam e sigurt, nuk kisha pantallona bezh, ku që mora këtë gri. Mora një palë gjinse, që i kam marrë nga Shein, janë shumë të bukura, janë me të qarë këtu poshtë. Po mora këto me një golf të thjesht jeshil, të zezë të thjesht, që mbase ta vesh me ato tutkat që do vishja poshtë kostumit për në shtëpi, apo nuk e di nëse do më duhet. Këtë fundka, ose këta. Dhe një golf të thjesht të zi.
do marr këtë fundin këtu të thjesht. Ashtu dhe. Edhe golfin këtu, këto të tjera do t'i le, pra nuk më duan. Po mendoja vetëm një triko Amanta Merja, kështu cardigan, sepse mund të kem ftohtë të thjesht që ta hedh krave. Është shumë e madhe, mos e shumë vend këtu, po s'kam çfarë bëj. Outfit për Krishtlindje duhet dhe po mendoja të shkoja me këtë fustanin këtu, të rihoas, më ri pak i madh. Dhe vesh vetëm pak atje që mbase të bëjmë ato fotot, ato videot e para dhe pastaj direkt outfitin që të ndrohem, sepse nuk ka kopsa para dhe nuk I jap dot gjithë djalit, edhe për momentin ai është gjëja më e rëndësishme, kështu që nuk e di. Tjetër për të ikur kam një pallto të bardhë të madhe dhe doja të merrja edhe këtë pallto sepse është super e ngrohtë. Edhe nëse dal me Kian për ecje, këtë këtu e vesh edhe kam shumë të mirë. Kështu që edhe kjo do vi patjetër me mua. Mbush valizja njerëz. Po mendoja të merr edhe një shall, po këtë mund ta hedh. Të ta hedh dhe ta vesh kur të ikim. Tani kam marr edhe gjërat. Këtu kam, nuk është se më duhet tërë kjo për bijuteri, po e kisha më të thjesht për ta marr. Kështu që do të qenë se nuk kam vend. Do marr vetëm një kuti dhe do marr vetëm bijuterit që vërtet më duan. Të shkoja me këto të kuqkat këtu. Po marr dhe këto që t'i kem kështu për përtit. Po marr dhe këto. Floriri. Edhe voilà, that's all. S'kam nevojë për më shumë. Merja dhe këto. Edhe këtë fjongon. Do bëjmë tamam në temë për Krishtlindjet këtë vit. Okej, dhe mbaruan. Dhe kjo qesja kam të gjitha make-upet dhe rutinën. Kam ripa. Dhe geta. Do marr edhe tani vetëm të brendshme dhe një palë pijame. Edhe po marr dhe një lic flokësh, se më duhet, po vjera ime ka atje sa të duash. Edhe besoj unë jam gati. Tani djalit do t'i marrin dhe djalit rutinën, kujdesin për lëkurën dhe për fytyrën dhe të gjitha medikamentet që ka. Dhe Shtefani do marrë gjërat e tij që nuk do t'i xhiroj tani se gjërat thjeshta do marrë ai, sepse do marrë ndonjë gjë wow. Si jemi ne gratë, po. Këtë make-upet besoj do ta fus te valizja e Kian, se nuk e di ku. O më ka rrojnë. Durata e Shtefan. Pa tjetër vërtet. Po ndoshta do ta marr në çantën time të kraut këtë. Çantën e kraut do marr një të zezë. Kjo është çanta që do marr dhe po e fut këtu, do fut kuletën. Do fut kuletën. Dhe gati. Bëj gati dhe çantkën për Kian. Atëherë, të kjo çantka e Kianit kam librezën e tij të kontrolleve, se nuk I dihet njerëz. Zot mos e thuaj, po përfundojmë spitala ku dëgjon dhe kjo duhet patjetër gjithmonë që të shikojnë historikun. Kam këto suppostot kur nuk ka për shembull probleme me barkun, që nuk del dot jashtë. Janë vetëm me kështu si me yndyrë nga kjo kymëlception, nuk e di çfarë është kymël në shqip. Është një erëz që pihet te çaj për shembull. Kam këtë jasteçkën e vogël me fara copyright. It's been like 30 shots. Kam këtë jasteçkën që është me fara shege që fut në mikrovalë dhe ngroj, po që se I dhe mbarku.
me që jemi te barku kam këtë, që është për gazrat e barkut, Lefax. Ja kam përdorur që kur kishim probleme në fillim, tani nuk kemi probleme, por duke qenë se është pak si e ëmbël, kur nuk e kap çuçin, për shembull, ja lyej pak me atë se këtë gjë nuk mund ta mbi dozosh tek fëmijët. Shko në bark, kapet me flluzkat, por që se fëmia duke pirë për shembull qumësht, thith shumë ajër edhe nxjerr në dy anët. Kam këto suppostot që janë me paracetamol, nëse ka dhimbje apo temperaturë, se nuk i diet asnjëherë, termometrin dhe pastaj kam këtë vajin e lëkurës, pasi i bëjmë vaskën, se dush nuk i bëjmë. Kemi këtë që është kremi i fytyrës edhe i trupit nga Veleda, i kam të gjitha. Edhe kjo këtu është krem për plagë, për shumë nëse i bëjmë plagë të shalkat edhe i dhembin, nga Bebelina, apo nëse vritet diku, kjo këtu nga Veleda është shumë e mirë. Kam dhe këtë kremin pastaj këtu, balsamin që është për këtë kohën e ftohtë që mos i thahet fytyra edhe doçkat bebit dhe i lyen dhe duart edhe fytyrën kur del jashtë, sepse këto janë pjesët që rrin për shkak të zbuluara nga këmbët ka çorapkat, kurse nga doçkat mund të ketë dorashkat, po prap nuk është se mbrojnë 100% ndoshta si këpuckat. Kështu që kemi këtë këtu. Kam një palë gërshër të vogla për thonjkat, se tani kanë si kthetra, ja si thonjë. Kam këtë ilaçin, jo ilaçin, kjo është si ujë me krip për hundët kur i bllokohen. Kam këtë gjën këtu për qyrkat, po që se i janë bllokuar hundshkat. Edhe kam edhe këtë që i thithet qyrka, po që se i bllokohet. Kështu që këtu i kam të gjitha. Dhe mbarova me valizën e djalit. Besoj i kam marrë të gjitha, do marrim dhe batanien që djali e ka shumë qef. Edhe gati, po ja u tregoj valizet për fundimin, si duket dhe voilà, ja dolëm që të nisesh me një baby. Ka shumë gjëra për të marrë, shumë fare. Mirë po, të paktën, duke qenë se do fluturoj me Lux Air dhe jo me Wizz Air, kemi të drejtë të marrim 2 valizhe 10 kilshe dhe po ashtu dhe 2 çanta krash, por ne nuk do marrim më shumë që mos kemi shumë pesha, se edhe ato të vështira janë për të mbajtur. Nuk do harroj dhe këto këpuckat, ja ka bler Stefani në marketin e Krishtlindjeve. Shiko sa cute janë me lesht prej dhije, janë shumë të ngrohta dhe shumë të buta, që ti ketë biri nëse do dalim. Kishte bler Stefani se kishte haruar t'i vishte çorape djalit, edhe ja, i blevi këto. Kishte veshur çorape, por nuk ishin të ngrohta për të dalë jashtë, se thash nuk kishte veshur çorape se është budallik. Kaq. Valizja ime. Gati? Çfarë merrni ju kur udhëtoni me bebat? Ma shkruani poshtë. Këto 2 valizet janë të mijat edhe të bebit. Beba, kam haruar ndonjë gjë? Po apo jo? Ma shkruani për herës tjetër, se tani kur ta publikoj videon unë do kem fluturuar, po për herës tjetër. Ose do ta kuptoj vetë për herës tjetër çfarë do më mungoj. Okej, shihemi në videon tjetër. Ciao!